Ai i cili është lodh më shumë ti ka sevapin më të madh. Kur e boni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam haxhin, kur e boni haxhin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se i dashmi jon Muhammed Mustafa sallallahu alajhi wasallam veç një herë ka bo haxhin në emrin e vet. Veç një herë. Ai e ka qenë haxhi i fundit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pasi që e krin haxhin dhe lodhën, kur kthehet tek bashortja vet Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha sikur i ankohet për lodhjen e madhe që e kanë pas në haxh. Ai ka ashtu selam për ato haxhit të cilët dojnë me shkue, edhe dojnë me pas çeshmet e Altonit, dojnë me pas pllakët e Altonit, s'ka. Çeshmat e Altonit, pllakët e Altonit, o atje shkohet për ibadet, atje shkohet për adhurim, lipën e kushtet minimale, mirë është me pas kushtet e mira, mirë po, ku shkoni atje mundoni një me kuptu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çat haxh të cilën ti e ban me klim, e ban me autobus, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bu me kom të veta. Ma dhonë në kom, ka hecën për mësë. Edhe ti me autobus, me klim në autobus, klim në Arafat, klim në Mina, këtë në klim, mujtin eftof të abin, ta në të mirët mu pastru, sa të dush pastrosh, prap lodhesh. Ma dhonë, prap lodhesh, me gjithë këtë lodhesh, raskapitesh. Imagina, në kone për nga mesë, edhe Aisha a lodhen. Edhe bised me bashortën e vetë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe pyeti kallzon pejgamberin Aisha radhiyallahu anha thotë ai dërgoi Allah jam lodh vallahi çse juve. Jam lodh bajë kam shku atje kam bu kët kam bu atë kam bu kët kam bu atë e kam bu kështu kam bu ashtu kam bu kështu kam bu ashtu tha jam lodh. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha inna ma ajruki ala qadri nasabuki. Tha Aisha dijeni se vapin haxhe kije asa i lodh. Sa i lodh, qash ki se vap. Sa ma shumë që lodhësh, ma shumë ki se vap.